Ky është i debat për te një medalje dhe është i debat që vazhdon prej 25 vjetësh i bazuar në Ju lutem ta dëgjojmë njëri tjetrin siç e dëgjuam zotin Berisha me qetësi. Importimin e kulturës së kriminalizimit të Partisë Punës në Partinë Demokratike. Do bëj një parantezë të shkurtër. Ju dhe suita juaj vrisnin parlament, organizoni atentate dhe kurthe ndaj udhëheqësve të drejtuesve të opozitës. Sali Berisha 1998. Ju ndërtoni vila, kurse tjerët rropaten bunker dhe bodrume. Ky është mekanizmi që ushqen çdo ditë krimin që vret shqiptarët. Sali Berisha 1999. Këtu në këtë parlament dhe me që kemi sot edhe buxhetin, ju sot dilni përpara shqiptarëve me këtë buxhet, me moralin e plot hajdutit, me mungesën e plot përgjegjësisë. Në mos e 2 vjet të qeverisjes suaj, në emër të klaneve kontrabandiste të korruptuara, ju rikthyet varfërinë tuaj mjeruse të kohës diktaturës. Ju pasuruat në mënyrë të palishme me shumë pranore. Ju lutem bëjmë qetësi. Ju lutem, askush nuk e ndërpreu zotin Berisha, ju lutem. Ju lutem. 3-4 fishuat pa punësinë me korrupsionin galopant që shkatron çdo ditë biznesin dhe largon investitorët e huaj, me vrasjen e shpresës shqiptarëve që largohen dëshpëruar çdo ditë nga vendi i tyre. Buxheti juaj është buxheti i eksodit. Sali Berisha viti 2000 këtu në parlament. Prej 2 vjetësh ju nuk keni kthyer në Shqipëri diktaturën komuniste në formën klasike, por keni vendosur diktaturën e taksave. Shqipëria renditet me Ugandën, zoti Meta. Ministrat dhe zyrtarët e tu, zoti Meta, grabisin sa grabisin ata të Ugandës. Sali Berisha 2000 këtu në këtë parlament. Ligji ju duhet juve të mbroni vila dhe pallatet tuaja. Po ju jap fjalën nderit se vilave ruspat, pallateve Tritol dhe ju para ligjit, Burreli do jetë burgu juaj. Ju jeni kusar, ja u them unë këtu. Mblidhni bandat bëni ç'të doni. Revolta popullore do t'ju fshi. Sali Berisha 2001. Zoti Majko, të rikujtoj se je i vetmi kryeministër në historinë e kryeministrave të botës që dosjet e korrupsionit i mban sirtar dhe t'i vjedhin nga sirtari i zyrës. Zoti Majko, ke detyrime të mëdha, se vjen këtu në detyrë i zhvirgjëruar, i shpartalluar fare para shqiptarëve, ta them unë. Mos qeshni ju. Sali Berisha 2002. Luftën kundër krimit të organizuar ne demokratët e konsiderojmë një luftë shenjtë. As bandat, as vrasit dhe as gjë në këtë botë nuk mund na pengoj ne si opozit. Deri minutën e fundit t'jemi kundër kriminalëve, kundër vrasëve dhe trafikantëve, të cilët qarkullojnë përmes jush këtu në parlament $2 miliard në vit. Prap Sali Berisha në 2003, ku vendi kundërmon drog,
Thinjat tuaja sot janë putur droge. Turp për ju, zotri. Sali Berisha 2003. Kryeministri juaj është këmbë krye me klanet më kriminale të vendit. Lufta kundër kriminalëve është vendosur në parlament. E keni mbushur parlamentin me kriminal. Duhet njoftoj shqiptarët se lufta kundër kockave mafioze zhvillohet tu në parlament, jo në për shpella. Regjimi juaj është regjimi vrasjeve. Regjimi vrasjeve të gjitha llojeve, mafios. Revolta popullore është përgjigja ndaj jush. Sali Berisha 2003. Ju mbajnë lidhjet e krimit që keni me Mugaben. Mugabe, jo parimet kushtetuese. Ai është baba juaj shpirtëror. Sali Berisha 2004. Ti je autori kryesor i shtetit Oktapot, i shtetit trafiqeve, të parave të pista, i shtetit trafikantëve amoral, cinik, shpirtkazëm, turët, pamëshirshëm, primitiv, që nuk kanë asgjë njerëzore. Bashkë me ta, merë përfitimet palishme, vjedh, merë peng, djeg njerëz të gjallë, ekzekuton pa gjyqe, mashtron, torturon, rre, përdhunon. Njerëzit po e lënë Shqipërinë, po ikin. Sepse ju jeni vetë krimi. Keni krijuar qeverinë me ministra që janë të lidhur me mira fije me krimin, me trafikun, me drogën, me prostitucionin. Sali Berisha prap. Dhe të gjitha këto janë refreni një këngë që ka 25 vjet. Nuk ndryshon kënga. Thjesht dhe vetëm ndryshojnë personazhet e këngës. Dhe pastaj, mbasi personazhi ndryshon, dilet në konferencë bashkë me personazhin dhe i thuhet, kjo ishte loja. Kjo ishte loja. Nuk është fajim. Nuk është fajim që shqiptarët e marrin seriozisht politikën. Sali Berisha prap. Dhe gjithë batërdia e akuzave, e shpifjeve, e falsifikimeve, mbaron me shprejen shqiptarët e marrin shumë seriozisht politikën. Po në fakt politika është lojë. Njësoj si loja e medaljeve, njësoj si loja e bunkerit, njësoj si gjitha lojrat e zanaciut madh të sherrit, të pambarim të Shqipërisë, 25 vjet. Njësoj si loja e Sudes, ajo e piramidave financiare, apo e piramidave universitare. Njësoj si loja e legalizimeve të Shabanit, lojë ishte edhe ajo, e gjitha. Njësoj si loja e vjedhjes energjisë, dhe e borxheve të falura që nuk u falën kur, e kamat vonesave të falura që nuk u falën kur. Njësoj si loja e borxheve të shehura. Njësoj si loja e lojrave të fatit. Një lojë e madhe fati, me Shqipërinë dhe me shqiptarët, 25 vjet. E njëjta lojë vazhdon prap, thjesht kanë ndryshuar personazhet. Kënga është po ajo. E njëjta lojë vazhdon. Edhe me Sajmir Tahirin, edhe me Ilir Beqen, edhe me Damian Gjiknuri dhe me këdo tjetër. Me këdo tjetër që mundohet bëjë diferencën, me ide, me projekte, me punë. Emrat janë të rastit, loja është e njëjta. Luftohet krimi, kryekriminali është ministri. Luftohet droga, kryetrafikanti është ministri. Luftohet prapambetja në çdo sektor. Ministri është shkaku i vetëm i prapambetjes. Luftohet korrupsioni, duhet hetim ndërkombëtar për ata që e luftojnë. Import i Partisë Punës 25 vjet në Partinë Demokratike dhe përmes Partisë Demokratike maj më maj në pushtet e shtek më shtek në opozit. 25 vjet. E njëjta histori. Dhe sa për të ardhur
konkretisht te medalja. Jeni shumë vonë. Jeni shumë vonë sepse ne e kemi marrë ndërkohë edhe vendimin edhe të gjithë punën e nevojshme jo vetëm për t'i tërhequr të gjitha medaljet që u dhanë me dekretin e Saliut, me vendimet e Saliut, por edhe për të mos lejuar më që të tjerë pas nesh të bien pre e të njëjtit qërsokak. Unë kërkova një ndjes për një faj që nuk e bëm ne. Por, unë besoj se i takonte për shkak detyrës kryeministrit ta kërkonte një ndjes që duhet ta kishte kërkuar çdo vit për 20 e kusur vite me radh fajtori i vërtet, krye akuzatori dhe krye falsifikatori i këtyre 25 vjetëve. Falsifikatori ndër më të mëdhenjtë e historisë Shqipërisë. Sepse torturusin e Padër Zefit dhe profesor e Pishtit nuk e futëm ne në listë. E futi Sali Berisha në vitin 1995 dhe jo vetëm torturusin e Padër Zefit dhe Samir e Pishtit, po edhe Aranit Qelën, edhe Nexhmia Hoxhën, që kanë gëzuar pension të veçantë me dekretin dhe me ligjin dhe vendimet e miratuara nga dora vet Sali Berisha. Kjo është e vërteta. Dhe është një vërtet shumë e hidhur. Unë nuk e di pse u desh të plakej ky njeri që të në izbulonte këta njerëz që nuk e kanë merituar as një sekond të kenë nderime dhe përfitime nga shteti demokratik. Pse u desh 20 vjet minte kanaleve të torturave të persekutimit komunist të kalonin nën mustajit e shtetit demokratik dhe u desh të plakej ai që i fsheu nëpërmjet rreshtave të veteranëve që ta merrnin vesh nëse kush janë. Kjo është historia e zymt e një partie që fatkeqësisht lindi për një arsye tjetër, u bë 25 vjeç për një arsye tjetër dhe mohoi të gjitha arsyet për cilat shqiptarët i dhanë jetë, Partisë Demokratike. Kështu që ne u mësuam që për krimet që bën vetë, krye akuzatori dhe krye falsifikatori akuzon tjerët. Si pas rastit, ndryshon vetëm emri, por akuzat janë po ato. Për fajet e veta, krye akuzatori dhe krye falsifikatori fajson tjerët. Ndryshojnë vetëm emrat, por akuzat janë po ato. E njëta këngë e neveritshme që këndohet 25 vjet nga e njëjta gojë dhe cilës i mban Iso i njëjti kor. Dhe fatkeqësisht edhe për korin është e njëjta gjë. Ndryshojnë personazhet, por kënga është po ajo. Vaj me det për ju. Po si ka mundësi më burit. Çfarë lloj mendje
si ka mundësi del këtu edhe lexon ligjin. Dhe pastaj thua ligji është në rregull, po e shkelëm ne. Po në fakt këtu lind një problem tjetër. Pse shkele ti ligjin? Sepse ja ku e ke. Ja ku e ke. Ja ku e ke. Lista e veteranëve të kategorisë parë. Lista e veteranëve. Ti them unë, lista e veteranëve që përfitojnë statusin sipas ligjit që zotrote lexove këtu. 7874 datë 17 nëntor 1994 dhe VKM-s numër 190 3/5 1995. Ja ku është? 3/5 1995. Vendimi i qeverisë tënde. Dhe mirë vendimi i qeverisë në shkeljet ligjit që pas ke bërë vetë, se ke problem të shkeljesh ligjit i bën vetë, ke treguar 25 vjet rresht. Po pensionet e posaçme për Nexhmien, për Aranitin, për këtë torturusin e Padërzefit, që i dhe pa ndërprerje, si të shpëtuan ato, ty që nuk të shpëton asgjë. Dhe pse u kujtove tani? Sepse medaljet, jo dekoratat, se ti nuk e di dallimin, ke qenë president, nuk e di dallimin midis dekoratës dhe medaljes. Je komplet i përhumbur në sistemin tënd. Dhe nga që e mbushe me pishtar demokracie Shqipërinë kur ishte president, ngatron dekoratën me medaljen. Dekorata është individuale. Medalja nuk është dekorat për meritat veçanta. Është thjesht dëshmi e të qenit në këtë listë. Nuk është dekorat, po si kupton këto ti? Si kupton këto dhe është përpjekur Artan Lamja i shkret të ka quar letra, të ka kërkuar takime 20 vjet, që të sjelli pak në qytetrim, po nuk vjen qytetrim ti. Dhe më e bukur është që u kujtove një vit me vonesë. Vjet. Ju lutem qetësoni, ju lutem. Sepse Noka të lutem qetëso. Sepse në këtë, ta shpjegoj, në këtë qytetrim është ndar medalja nga dekorata. Po se kupton ti këtë? Po pjesa më e bukur është tjetra. Pjesa më e bukur është tjetra. U kujtove një vit me vonesë për të na akuzuar ne. Vjet nxori Fariu pa lejen tënde medaljen për Viton. Po për Viton nuk flet ti. Për Viton ti nuk flet. Se Vitos nuk ishte thar akoma fustani nga lotët e tua kur vdiq Jusniu. Që i mbaje kokën prerë dhe i thoshe që na gjeti shoqja Vito. Na vdiq babushi i madh i partisë. Dhe Vitua e shkret nuk dinte që të bënte, të qante për burrin apo të pushonte lotët e tua Osali. Kështu që te Vitua ti nuk flet, janë nxjerrë natin lipit Vitos, Andit. Merresh me Andin. Edhe me Andin e ke personale. Se i thoshe Andit, hajde të mësoj xhaxhi si ty pësh më pem. Andi do të losë futboll, po ti dhe futbolli s'kishin lidhje. Se ti topit duke sigur. Kështu që sot e gjithë ditën paguan Andi shkret, pse nuk hypin pem me ty? Pse nuk hypi të mblidhte kumlla ke bloku që të bënte Jusniu Raki? Se s'kije qa kontributet e jemi aty, të mësoj futbol Andit, qa futbol, s'di futbolti. Edhe i thoj, hajtë të typi xhaxhin pem. Kështu që kjo histori është historia jote, Sali.
Dhe historinë, për fat mirë, as ti, as unë dhe as kush nuk e shkruajmë dot. Nuk e shkruajmë dot. E bëjmë për ditë, tjerët e gjykojnë. Ti solla jo ty në vëmendje, se ti s'ket shkuar, se e shkuara të turbullon. Ja solla në vëmendje shqiptarëve që të dëgjojnë, që të njëjtën këngë, me trafikant, me droguar, me kriminal, me vrasje, me mafje dhe me të gjitha llojet e produkteve të skutave më të errta, ti ja ke serviru shqiptarëve 25 vjet për çdo që ka dalë përpara. I ke bërë kriminal edhe ata që i kishe kundërshtar dhe ata që i nxorë vetë dhe që pastaj i ktheve në kundërshtar deri zëvendësin tënd. Dhe sa për atë punën e Alpeve dhe të Alpinëve, po të sqaroj dhe herë tjetër, jo ty, se ti je i pasqarueshëm. Je një mjegull që nuk shpërndahesh kurrë. Po sqaroj edhe herë tjetër. Nuk ka në jug. Nuk ka në jug. Nuk ka në jug. Nuk ka në jug. Asnjë okupator tjetër. Asnjë okupator tjetër që të ketë marrë tokat e familjeve atje, përveç atyre që ti di shumë mirë, që janë një grusht i vogël njerëzish që kanë përvetësuar mijëra hektar, jo për të ndërtuar shtëpi, siç ndërtuan të gjithë ata që erdhën nga veriu, por për të pasuruar babzisht. Janë 50.000 hektar për cilat kanë folur, dhe cilat sot janë verifikuara që janë marrë me falsifikime nga pronar inexistent, të cilët i njeh mirë ky, sepse ky ja u ka dhënë ato prona, dhe cilët nuk do t'i marrin ato toka. Ato toka do t'i kthehen shtetit dhe popullit atje. Për këtë kanë folur unë. Për çarjen me njerëzit në veri, je munduar ta nxisësh historikisht me të gjithë kryeministrat që ke pasur kundërshtar. S'jam unë i pari. Mirë po, nga ana tjetër, nëse ka një kryeministër në gjithë këto vite që duhet shkojë dhe t'u kërkojë ndjes atyre në Bathore dhe të gjithë atyre që ndërtuan paleje, duke shkuar pas Beriahait tënd ai e ti, në 8 vjet bëre vetëm 21.000 legalizime, nga cilat 80% ishin njësi tregtare. Nuk le magazin, nuk le hotel, nuk le motel, nuk le pishin, nuk le okupacion barbar pa legalizuar, duke i rritur kostot shqiptarëve, sepse për të bërë vepra publike, për të mbrojtur parqe, për të mbrojtur monumente kulture, nga ato që ngritet ti në oborret e shkollave, në oborret e spitaleve, duhet paguhen taksat e shqiptarëve, sepse i bëre pronar. Ndërkohë, zotria jote duhet ti të ndihet i lehtësuar, sepse vetëm në 18 muaj kemi bërë 40.000 legalizime. 40.000. 2 fishin tënd në 8 vjet. Dhe po të them këtu, që me sistemin e ri, që do hy në fuqi në fillim të vitit, ku edhe hipotekat do t'i marri Aluizni, do të shkojmë në 145.000. Këto janë faktet. Këto janë faktet që dëshmojnë se kush i ka gënjur ata dhe kush mban zotimet. Në mënyrën më të paturshme, ke shkuar atje maj më maj, e qati pa leje, duke ju thënë, po i dhatë votën ati, do t'ju kthej andej nga keni ardhur, se ju thot Çeçen, ju thot shu, ju thot ashu. Ja ku i ke, shikoj, i ke marrë peng përkohësisht. I ke marrë peng përkohësisht me atë të korruptuarin tënd që ke atje në krye të bashkisë. Po do të çlirohen ata dhe nga i peng, ti je i sigurt. Edhe sa për revoltën popullore, ti që më bën mua thirrje të lexoj flagët e bunkerit, duhet të gjesh aftësinë të lexosh rezultatet e zgjedhjeve. Të lexosh 2013-ën,
të lexosh 2015-ën dhe bëu gati të lexosh edhe 2017-ën, se unë jam i bindur. Unë jam i bindur në shumë pak të vërteta që ke thënë, një të vërtet është e sigurt që këta do ikin e do vinë, ti këtu do mbetesh. Dhe këtu do të të mbajmë. Monument kulturës bëjmë dot, se ti e monumenti i antishtetit që duhet rish këtu, që t'ju kujtohet shqiptarëve çdo ditë se nga çfarë kanë shfutuar.